Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përmendi njeriu i cili ishte udhëtar në një udhtim shumë të larg, një udhtim të tezgjatur. Ash'atha aghbara, i cili thot ishte i lodhën, flokët i kishte të shprishura, edhe ishte thot i mbuluar me pluhur. Yamuddu yadayhi ila as-sama, i zgjatën thot në këtë gjendje duar drejt qiellit, duke u lutur Allahut, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, o Zot. Allahu ndëgjon. Por ki lutesh të vazhdimisht i zgjatë të durët drejt qiellit dhe thonte o Zot, o Zot. Mirë po çfarë thot pejgamberi alayhis salam? Wa mat'amuhu haram, ushqimi i tij thot ishte haram. Wa malbasuhu haram, veshja e tij ishte me haram. Wa ghudhiya bil haram, edhe ishte furnizuar në përgjithësi me haram. Fa anna yustajabu lah, edhe si Allahu t'ia pranon këtij njeriu lutjet përderisa ishte këtu në këtë gjendje. Megjithëse ishte nevojtar shumë i madh për ndihmën e Allahut, Allahu nuk ja pranonte lutjet vetëm për atë që ishte furnizuar me haram edhe jo me halal.